Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka deklaruar se gjatë kësaj periudhe, platformat e KQZ-s janë gjendur në sulme kibernetike. Ai tregoi se sulmet kishin ardhur nga jashtë vendit dhe një pjesë e tyre ishin të organizuara dhe të sofistikuara, e as pak rastësore. Mund të bëj publike sot që platformat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Ja kemi dalë fal edhe atyre më së shumti që kam bashkëpunuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të kemi zero implikim në sistemet tona. Zero. Ja kemi dalë që ti kemi ti smbrapsim, po përdor këtë term se s'më vjen gjë tjetër në mendje, të gjitha këto sulme. Sipas Celibashi, sulme të ngjashme ka pasur edhe në shtete të tjera si Franca apo Estonia.